Turizmi në Durrës përbëhet përgjithsisht nga turizmi patriotik që quhet, pra janë qytetarë të Kosovës, cilët nuk shkojnë më në Ulqin apo në vende tjera dhe e shikojnë Shqipërinë si një destinacion edhe për të na bërë nder me qëndrimin e tyre aty. Keni parasysh që Durrësi është lënë pas dore, një nga bregdetet më të mira shqiptar, është lënë pas dore sepse është shkatruar me plan. Është një bregdet i dorës dytë tani më, sepse të gjithë njerëzit priren që të shkojnë drejt jugut. Kjo është një e vërtetë e madhe, po të shikosh dhe po të pyesësh sot familjet e mesme shqiptare apo të larta, askush nuk pushon Durrës. Dhe prandaj Durrësi është në një rrëmuj shumë të madhe, pa diskutim që ka turizëm, nuk diskutohet fare dhe unë inkurajoj gjithë ata që kanë hapur biznese aty, por turizmi elitar nuk pushon Durrës. Durrësi fokusin e tij pa diskutim që e ka te turizmi dhe deri më tani Durrësi është fokusuar më tepër tek turizmi familjar apo mesatar, sepse tillat kanë qenë kushtet, po edhe ndërkohë strukturat mikpritëse kanë pasur këtë lloj standardi dhe këtë lloj cilësie. Kemi ndërtime shumë cilësore dhe resorte që kanë të brendave shumë të njohura ndërkombëtare. Kështu që po bëhet goxha përmirësim në këtë pjesë, por mendoj që Durrës Marina do jetë projekti i cili do të lullëzojë edhe këtë pjesë të turizmit për qytetin tonë.